në zgjimin tim më të heshtur të më ngorosin. Në flejimin tim më të bekatshëm të verës, në nisjen time, në fillimin tim të ri. Në gjumë shekush me ndërime të më zgjojnë, letë më bu threzja e qartë nga zluese, e trullarit të fjetur në rodin. Myshku letë jetë gjithmonë i blertë në ligor, emër të mos ketë, shkronja letë flasë, në gjuhën e vjetër të kafshës së zezë. Guaca e kërmi letë vinë për dasë mbi rasën time, letë shtrihen edhe ata, si dyje. Jeta e një njeriu shpesh matet me gjatësinë e viteve, por ka personalitete të rralla që maten me peshën e veprës dhe gjurmës që lanë pas. Një prej tyre është Jusuf Gërvalla, i lindur me 1 tetor 1945 në fshatin Dubovik të Deçanit. Në 80 vjetorin e lindjes së tij, në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, u përkujtua veprimtaria e një figure që nuk i përkiste vetëm familjes apo brezit të tij, por gjithë kombit shqiptar. Ai ishte poet, publicist, muzikant dhe një prej zërave më të fortë të kulturës dhe lirisë shqiptare. I lindur me 1 tetor 1945 në Dubovik të Deçanit, Jusufi u rrit mes sakrificave të dramave të një kohe të rëndë për popullin shqiptar. Kujtimet e fëmijërisë së tij, ato personale familjare dhe ato nga dhuna e pushtetit të asaj kohe, u shndruan në kurthemel të botës së tij krijuese dhe shpirtërore. Jusuf Gërvalla ishte një intelektual i gjithënshëm, poet e prozator, gazetar e publicist, përkthyes, muzikant e këngëtar, mendimtar politik dhe një nga zërat më të qartë të lëvizjes ilegale shqiptare. Me kohën e çlirimit të gjithëmarshëm të personalitetit njeriut të ne ashtu në botë, një pjesë e madhe njerëzve e ka reduktuar. Veprimtaria e Jusuf Gërvallës në fushën e artit dhe kulturës është e shumanshme. Si poet, ai botoi vëllime që mbetën gur themel në letërsinë shqipe, si shenjat e shenjta, fluturojnë e bien dhe kanjush e verdh. Poezitë e tij nuk ishin thjesht shprehje e ndjenjes, por thirrje për vetdije. Në vargjet e tij, lexuesi i gjen mall për vendlindjen, dhimbje për padrejtësitë dhe shpresën për një të ardhme më të drejtë. Vargu i tij i pastër, i ngarkuar me emocione dhe revolt, është një testament kulturor që mbetet aktual edhe sot. Në fushën e letërsisë, Jusuf Gërvalla la 3 përmbledhje poetike, fluturojnë e bien, kanjush e verdh dhe shenjat e shenjta, që mbeten kurthemel të poezisë moderne shqipe. Me romanin Rrotull dhe dramat Procesi, ai dëshmoi originalitetin e tij letrar dhe shpirtin e rezistencës, por njëherësh la gjurmë të pashlyeshme të letërsisë shqiptare të gjysmës së dytë të shekullit të 20. Në muzikë, Jusuf Gërvalla spikati si këngëtar dhe kompozitor. Këngët e tij të kënduara me gitar përquan një thellësi poetike dhe një ndjenjë të thellë dashurie për jetën dhe atë dheun. Incizimet e tij, edhe pse të pakta, mbeten dëshmi e një talenti që dinte të bashkonte artin me shpirtin e popullit të vet. Muzika e tij nuk ishte vetëm art për art, por një formë rezistence, një mënyrë për të mbajtur gjallë identitetin kulturor në një kohë shtypjeje. Janë 2 tipare që përkufizojnë personalitetin Jusufit, të cilat e bëjnë tërësinë e universi unik. Do se ato janë kundërshtuese në thelbin e tyre, në rastin e Jusufit nuk janë të tilla.
Në një anë është Jusufi lirik, me një afinitet për shprehjen e artë, madje në disa arte, e në anën tjetër Jusufi dramatik, luftarak, vetflius, i përkushtuar ndaj idesë së përgjithshme kombëtare. Jusuf Gërvalla nuk ishte vetëm poet e muzikant, por edhe publicist i angazhuar. Shkrimet e tij gazetareske, analizat dhe artikujt ishin pasqyrë e realitetit politik të kohës. Ai denonconte për drejtësitë e regjimit jugosllav dhe ngrihte zërin për të drejtat e shqiptarëve. Në këtë mënyrë, fjala e tij nuk mbeti e mbyllur në libra apo këngë, por u shndrua në thirrje publike për liri dhe drejtësi. Kur u ktheva në mbullazin tim të mbuluar me kasht, në nxëballat e lodhjes së kohës bashkëbotën. E në botë s'kish tjetër pas shkëlqimari e qelqi. Birashta e pendat larta Zogja Lumini. Kish edhe uri, edhe poet, edhe ujvar. Në botë kish edhe njerëz prej druri, e kafsht puta kudo. Kish edhe hieroglife, dy fjalë dhe gjurmë që nuk fshihen. Kish lumen të egër e fosile të lashta. Jusuf Gërvalla mbeti i gjallë në çdo varg poezie, në çdo tingull gitareje dhe në çdo fjalë që shkroi. Kujtimi i tij dhe frymëzimi për brezat e ri që të shohin kulturën jo vetëm si art, por si mision për ta bërë jetën dhe shoqërinë më të drejtë e më të lirë. Kjo ale lumit, ka bilbila shumë, merën bandil drejtëm, jam e vogël shumë, pushat nga bëjnë lule, malet bëjnë furtun, drejtëm, bandil drejtëm, sa të rritë mund. Në 80 vjetorin e lindjes së Jusuf Gërvallës, të pranishmit nuk e kujtuan vetëm një poet, një muzikant apo një publicist. Kujtuan një njeri që jetoi me dinjitet, që e ktheu artin në mision dhe jetën në sakrificë për lirinë e popullit të vet. Ai është dëshmia se kultura nuk është vetëm krijim estetik, por edhe armë shpirtërore në betejën për lirinë. Një publicist i shquar, pedagog, ish i burgosur politik dhe pjesëmarrës aktiv në jetën politike dhe intelektuale të Kosovës prej viteve të 80-ta të shekullit të kaluar, është Pal Shtufi, i cili vjen para artarsve me librin autobiografi, Faji ëndrës, libër ky që rrëfen për ëndrën e tij dhe të gjeneratës së asaj kohe me një qëllim sublim për të vërtetën e pafajësisë së ëndrës për liri. Ëndrat nuk do duhet kur në asnjë shoqëri të jenë të fajshme, por kjo ka ndodhur. Kjo ka ndodhur. Dhe sigurisht në këtë libër keni përfshirë periudhën e viteve të 80-ta deri tek 92-tat, koha kur vërtet ka qenë mjaft dramatike. Në fakt që ju në atë kohë ishit dashur të burgosëshit, keni ikur në Gjermani dhe më pas prap jeni kthyer për të mbajtur burgun. Pse ky vendim? Po ikja s'ka qenë e imja. Ka qenë një vendim për tjerëve, dhe unë kam dëgju, kam qenë shumë i ri. Çfarë moshe ke pasur? 20 vjeç. Po 20 vjeç i 1980-s ka qenë një tjetër. Jo si sotshme që është shumë më i ngritën, shumë më i ditur. Edhe kështu kam vendosur të kthehem dhe pastaj më presin sfidat që përshkruan libër hollësisht. Por kryesisht ky libër është i njohur për një krahasim që bëjmë mes dy klasave politike. Asaj në pushtet dhe një tjetër që ka tentu të ngritet, të afrohet, ti konkuroj një klasë tjetër. Ata ishim ne, lëvizjat, burgosit politik. Kështu që në atë përplasje dhe në atë përballje, pastaj unë jam mundu me nxjerr një vështrim që mendoj që është i mirë, por po du me lënë lexuesit ta lexojnë.
I ndar në 11 kapituj, por në periudat të ndryshme si fëmiria dhe rinia, letërsia e egzilit në Gjermani, letërsia e burgut, romanca, dashuria tragjike, traktati politike të tjerë, libri Mfaji i ëndrrës e karakterizojnë rrëfime të sinqerta, dramatike, por edhe tragjike. Ky libër nuk është thjesht një memoar, një kujtim, një libër kujtimesh politike, është do thosha një libër që i përfshin në vete shumë modele strukturore, zhanërore, të cilat mund t'i e përcaktojnë natyrën edhe i japin sham të veçantë të libri. Këtu e gjem, do thosha, këtu gjem një historie dashurie, gjeni letërsi egzili, gjeni letërsi politike, madje edhe një thriller politik në vetvete, po edhe një traktat politik, të themi kështu, në pjesën e fundit të tekstit. Kemi të bëjmë me një libër edhe pse i shkruar me një thjeshtësi të jashtëzakonshme, po në të vërtet kjo thjeshtësi e bart në vete edhe një thellësi të mendimit dhe të ideve, sepse kemi të bëjmë me një autor që e shuan ndër të rrallet në memoaristikën shqiptare dhe në rrëfimet autobiografike shqiptare, do thosha kategoria e sinceritetit. Po du me i përshëndet posaçërisht familjen dhe miqtë e Palit, po ashtu shokët e tij të burgut, nga burgu i Prizrenit, të cilët i kam njoft përmes Palit, domethënë përmes fjalëve të Palit, në një udhëtim që e kishum për Itali, në traget për i duhet si të mbari gjithë natën në kafull për burgun e Prizrenit, për idealet e kohës. Edhe aty praktikisht unë e kum njoft Palin edhe pse njoh që 40 vjet. Po ashtu, po i shoh që janë shumë nga gjenerata e rezistencës në dhjetave parlamenti rinor, po ashtu ju përshëndet gjithëve. Edhe ajo që po du me thonë është që libri i Palit, Faji i ëndrrës, është një libër që i kontribon historisë të rritë Kosovës, ku çdo të mu marrë me historinë me një qasje kritike, jo që është i mësu me marrë gjithçka me bindje dhe besim, sepse Pali nuk beson, Pali dyshon. Pali nuk i merr të vërtetat e gatshme, ai konteston. Pali nuk e thot vërtetën përfundimtare, ai debaton. Kjo është libri i Pal Shtufit, ju ftoj që ta lexoni. Autori Pal Shtufi, aktin e shkrimit e beson si akt çlirimi dhe emancipimi, dhe në këtë vepër ai shpalos kujtimet dhe rrëfimet personale, duke prek plag jo për t'i ngacmuar, por për t'i trajtuar me sinqeritet. Këto rrëfime, cilat janë përmbledhur në këtë libër, janë kurorëzimi një pune shumë të vyshme të autorit tashmë të mirënjohur Pal Shtufit. Dhe ajo që dua të theksoj në këtë rast është se këto rrëfime e kam një lloj bashkëfaqësie, që kur i kam dëgjuar për herë të parë, nuk më i mend kurrë, mbase Pal një dekadë gjys, jam josh prej tyre, prej sinqeritetit dhe edukatës me cilën Pali i rindërtonte rrëfimet për rinin e tij, burgun, romancat, jetën dramatike e politike. Dhe vërtet i kam dëgjuar në çaste të ndryshme, kur Pali ishte në gëzim e kur e mbulonte melankolia. Dhe për herë më zhduk se këto rrëfime ishin në një lloj agonie, prandaj besoja se ato duhet të dilnin dhe të bëheshin si libër. Libri është polemik, libri hap tema, hap çështje, hap pundimet, cilat jo se nuk janë ditë atëherë, po sikur edhe sot në të vërtetë që s'po dim me ata, nëse s'po guxojmë me ata as vetvetes, pra po vetë cenzurohemi, ky i hap ato tema dhe flet hajde të rrëfehemi, Këta kanë pak edhe traditë në fe, se rrëfimi është një gjë e bukur. Kur ja thu vetës, ju kanë dashur disa dekada për rrëfime kaq bukura, kaq personale. Libri që keni në duar, Faji i ëndrrës, përmes rrëfimeve plot jetë e në lëvizje të Palit, se prej lëvizjes në lëvizje si person,
por prej lëvizjes marksiste, leniniste, lëvizjen për liri, pavarësi e demokraci, si konstrukte mendësie dhe si konstrukte organizative, përshkruan dhe pjesërisht balsamon ndjesin, hamendje dhe cajoket e atyre gjeneratave jetimësh, që si se thot në një rast autori në këtë libër, po kërkonin e Gjermonin rrugë të reja për idealet e vjetra. Pali shtende në kërkim të lirive, andaj gëzohem edhe sot ndërhyrjeve të tij kur flitet për trajtat e lirisë dhe mbrojtjen e tyre. Liria adhuruar është fantasmografike, siç dihet. Ajo vjen dhe ikën, se ta ka dhënë dikush edhe ta merr dikush. Ndërsa ajo e fituara është vetëm reale. Pali përveç si shkrimtari mirë, si po na vjen tash, është edhe një luftar lirie, i cili s'ka pritu me kritiku vetën, me ndryshu vetën, për me ndryshu Kosovën. Gjatë periudhës më të vështirë të jetës së tij, në vitin 1986, Pal Shtufi përjetoi një tragjedi të rëndë familjare dhe ngushëllimin në ato momente e gjeti duke shkruar kujtime nga e kaluara e tij, nga jeta në burg dhe para tij, sepse kishte bindjen se nuk do të mbijetonte atë tragjedi që e kishte goditur aq thellë. Por siç shprehet ai, fal një force të pashpjegueshme që buronte nga brendësia, ai mbijetoi dhe shënimet mbetën. Ai falenderon edhe djalin e tij Qëndrimin, i cili ka qenë motiv për gjithçka që ka arritur në jetë. Unë ja kam bërë këtë me mundim shumë të madh, me përkushtim shumë të madh dhe përgjegjësi të madhe, sepse s'kam shkruar vetëm për veten. Të shkruash për një vizë të njerëzish, një grumull të madh patriotësh dhe njerëz të kohës që kam bashkë vepruar me ta, ka qenë përgjegjësi. Por fati është që të njëjtit edhe më kanë ndihmu. Kështu që jam bukuri i mbrojtur prej miqve, shokëve tjetës. Sigurisht duke plotësuar edhe veprën me gjitha ato detaje ndërsa që gjithmonë më kanë plotësuar, është shumë interesant. Asnjëherë më kanë hequr si sa. Por më plotësuar kanë dhe ju falenderoj nga zemra. Po çka ka të veçantë që Pali na vjen këtë herë para lexuesit? Jemi mësuar të shohim si publicist në këndin e publicistit, gjithashtu shkrimtar, por edhe sociolog, por këtë herë na thuani diçka që mund vërtet ta gjejmë Palin në këtë libër. Syni jam kritik është, natyra ime, ata që i du mas shumë të i kritikoj mas shumë të i du Kosovën, dhe jam kritik edhe ndaj këtij vendi, cilin e du pamatshëm, po punë është që mendoj që s'të du ta lavdroj tash veten, por mendoj që me këtë libër kam bëni kritik që spaku njerëz që i kemi taku lëvizjes, asnjëherë në mënyrë kritike se kemi trajtu këtë periudhë. Gjithmonë me do lavdata, me do far krenarish kështu, edhe unë nuk e kam bërë ata. Unë e armëra në rafshin banal tjetës, aty ku kemi qenë, edhe përshkruj thellësinë e saj, dhe me thonë me një besnikëri që besoj që ja kam dalë. Përshkrimi është ka njëherë i pakëndshëm, sepse është i vërtet, e vërteta nuk është e këndshme. Por është shumë e mirë dhe si sot Halil Matoshi sharon. Material kam shumë, varet do të çfarë do të sistemoj, çka do të bëj. Mendoj që shumë shpejt madje do të kaloj me libra të tjerë. Do të jenë zhanreve të ndryshme sepse kjo e dim. Kjo janë memorie, kjo është diçka tjetër, ndërsa ka pas tjetër. Le të themi ndoshta këto janë edhe një përmbledhje të shkrimeve që keni pasur, sepse i takojnë periudhave shumë më të hershme dhe sigurisht keni mbledh gjitha këto dhe i keni sjell tani. Në fakt fal atyre do shkrimeve kanë mbet këto. Pikërisht ju falenderoj do shkrimeve 1986. Dhe kur aty një kështohet o diçka tjetër. Kujtesa ime, kujtesa tjetër, të tjetër dhe ka dalë libër, mendoj që është i kompletuar. Librin Faji ëndrës, i shkruar me një stil me qartësi semantike dhe forcë shprehëse, autori u dedikon të gjithë të burgosurve të ndërgjegjës, të cilët nuk patën mundësi të shkruajnë për veten e tyre, qoftë për arsye personale apo për arsye se nuk e pan kur dritën e lirisë. Një dëshmi e fuqisë transformuese të artit që vjen si një akt i plot estetik, ritual dhe shoqëror, është instalacioni Ofsham me të cilën artistja Zake Prelvukaj është prezantuar para publikut me ekspozitën e hapur në hyrjen e qytetit të vjetër në Kalan e Ulqinit. Duke e universalizuar në një testament estetik dhe njerëzor,
Zake Prelvukaj e tejkalon dhembjen e personalizuar, duke e vendosur në një hapësirë ku arti bëhet mjet për të thyer heshtjen kolektive. Gjithmonë ka ngacmuar pse gratë tona ose dhe përgjithësi terrenit, rajonit kanë ardhur në plazhin e grave. Edhe unë e kom qujt këtë shpella e lakuriqeve, jo lakuriqeve, kështu që t'ju nej afër dojherë, dhe pse s'kom qëndru shumë, i kom dëgju zërat e shumë femnave që naturisht që deshte, nuk mundesh me ndej indiferente, sidomos kur je grua, kur kanë bisedun për familjet vetë që janë martua, s'po na jap pasardhës. Edhe janë pjekë, janë djegë shumë, edhe i kom marrë një intervistë, shumë femna, 32 prej tyne, ka pas prej çdo vendi, domethënë rajoni, ka pas edhe jashtë rajonit prej botës që janë ardhur fjala mas fjale. Përmes veprës artistike, Zake Prelvukaj flet për plagët e heshtura të gruas, duke hapur një hapësirë të re leximi mbi trupin, feminitetin dhe dhembjen e heshtur, për gjykimin dhe stigmatizimin që shoqëria shpesh ia ngarkon gruas, por edhe për fuqinë transformuese të krijimit artistik. Flet të shumta ku shkruan fjalët guri, sa rënd, hup, e mohuar, 3 herë sillu, dielli, katjambaj e të tjerë, të varura në qemerët e gurta të fortifikimit në Kalan e Ulqinit, tërheqin vizitorët të cilët ndalen, lexojnë, përjetojnë e meditojnë, dhe njëherët këto janë fjalë që në lexim të parë duken të thjeshta, por në vete mbajnë peshën shpirtërore. Kur kom filluar me lexua për bestytnit, e kom pa që për femnin janë kënë tashper, edhe japonez dhe kanë qua gruën kur s'ka lind me ungrinj si plet që i kanë pas adet, janë edhe filma dokumentarë që i kanë ba, spanjollët e kanë djegët, se cili ka pas mirën e vetë mirë, po Ulqini ka pas një anë prapë shumë të mirë, se i ka qua, me u trajtua, të dielli, që a ka ma i qmushim se dielli të uju, të sulfuri, do pëthane ka trajtua gruën, edhe ma kanë të regua naturisht legjende. Kështu që unë e vendosa edhe e gjeta këtu. Një motiv që se ka kush, për mua sa do janë do thonje ofshama shumë të rana, pra se prapë është një pozitivitet që shqiptarët e kanë trajtua gruën, do pëthane shumë mirë, një pjesë që edhe ajo një mirë aty. Roba banje me ngjyra të ndryshme të hedhura mbi shkëmb, vizatime në stilin krijues të Zakës, me rol ilustrativ, me figura femrash nudo të vendosura në muret e gurta të Kalas, me tekste poetike e rrëfimtare që ndërturin magjinë e riteve të lashta me dramën e boshllëkut shpirtëror njerëzor, janë elementet që përbëjnë këtë instalacion. Duke krijuar një dialog mes të shkuarës dhe të tashmes, mes hapësirës individuale të dhimbjes dhe hapësirës publike të artit, ekspozita ofshame e piktores Zake Prelvukaj është hapur në kuadër të ngjarjes kulturore Kalimera Poetike në Ulqin.